Kryeministri Sali Berisha ka zgjedhur Akademinë e Arteve për të dhënë urimin e tij për studentët e pedagogët në ditën e fillimit të vitit të ri akademik. Ai e konsideroi këtë vit si mjaft të veçantë për shkak të numrit të lartë të maturantëve që ulen në universitete, ndërsa premtoi mbështetje për ta kthyer Akademinë e Arteve në universitet. Ne nisim vitin e ri shkollor me një arritje tjetër historike. Për herë të parë në tërë historinë tonë. Këtë vit në bangat e shkollave të larta universiteteve të vendit ulen 70% e atyre që mbaruan maturën. Kombi nuk mund të ketë alternativë tjetër veçse të bazoj hapat e tij mbi dijen. Kjo është një arritje shumë e madhe. Presidenti i Republikës Bamir Topi zgjodhi Universitetin Bujqësor të Kamsës për urimin e tij. Ky universitet, ndoshta ndryshe nga të tjerët, përfaqëson shkollën e dijes në funksion të prioriteteve bazale që ka Shqipëria. Pa diskutim, bujqësia dhe ushqimi, mjedisi, sot artikulohen shumë në ligjëratat e politikanëve. Ndërsa kryetaria e Kuvendit Jozefina Topalli nga Fakulteti i Drejtësisë dha një mesazh politik. Sot drejtësia është një moment që ka nevojë për të shkundur, për të bërë të mundur që drejtësia të jetë drejtësi. Për të bërë të mundur që ashtu si thuaj përpara, drejtësia është si ai treni që vjen me vonesë. Jo, vendi ynë ka nevojë që drejtësia të vinë menjëherë. Mbi ligjin dhe nën ligjin nuk ekziston asnjëri. Se shteti ligjor është sfida e Shqipërisë së sotme.